45-48 pas 20 minutave lojë në kryeqytet në këtë ballafaqim të tretë të serisë gjysmë finale të play-offit në mes të Sigal Prishtinës e Trepçës, një pjesë e parë ku secila skuadër fitoi nga një qerek. Trepça të parin 29-18, të dytin Sigal Prishtina 27-19. Pas pjesë e parë, lojtari më efikas tek Trepça është Majers, i cili ka arritur që të realizojë pikë shifrore gjithsej 10. Ka shtuar edhe 8 kërcime, 7 prej tyre në fazën defansive, e në anën tjetër Riki Tarant është larg më i miri tek skuadra kryeqytetase me 16 pikë të realizuara. I pamë edhe në ekran statistikat e Tarant e Majers. Prishtina gjatë pjesë së parë rriti që të krijoj vetëm në 1+, pra vetëm avantazh prej 1 pikë, ndërsa në 20 minutat e para Trepça arriti që të shkoputët deri në plus 13. Në kërcime shumë më mirë është Trepça 23, ndërsa Sigal Prishtina i ka vetëm 8. Në asistime të dy ekipet i kanë nga 11. Në topa të vjedhur 5 i ka Sigal Prishtina, ndërsa vetëm një Trepça. Tani do të startoj çereku i tretë i përballjes. Aksioni i parë do të jetë i mysafirëve. Nisët Tekele Koton, Kastrati. Tekele Koton, Erion Kastrati. Edhe njerë Tekele Koton. Tekele Koton tenton për 2 pikë, nuk ka shënim. Kërcim në mbrojtje nga Alek Ndrejaj, nisët Riki Tarant. 10 nga vjetë Gjurjev të lira ishte në pjesën e parë Riki Tarant. Mohamed Ali Janjeva për 3 provon, tjetër kërcim i 9 nga Majers. E 8 në fazën e mbrojtjes, Erion Kastrati paraprakisht pati ndërhyrje të parregullt. Shumë duele edhe në këtë ndeshje në mes të Majers e Rashid Mahal Bashicit. Tekele Koton, Tmusic, Majers, Michael Majers. Këve do tjetë për vendasit gaboj Michael Majers. Majers i cili është në formë të mirë, dhe në formën të mirë është duke përjetuar në këtë play-off që nga ardhja ati në Mitrovic. Janjeva për Lek Ndrejajn. Riki Tarant. Riki Tarant ka ndërhyrje të parregullt nga Tekele Koton, i cili shkakton vetëm faullin e parë sonte. Do të arri fitore Trepça dhe të siguroj finalen e madhe të këtij edicioni, apo Sigal Prishtina do të barazoj serinë 2-2 për të përcaktuar fituesi, o pastaj ditën e shtu në Minatori. Mbetet të shihet kjo. Mohamed Ali Janjeva për 3 Gjuan, s'ka shënim. Dueli fituar nga Tekele Koton, është ndërhyrje pa rregullt e Janjevës. Mohamed Ali Janjeva ngarkohet me faullin e dytë. Tekele Koton. Tekele Koton. Semi Kanter. Mikaile Tmusic. Mikaile Tmusic provon për 3 pikë, nuk ka shënim. Mertovin Janjeva dhe kombinon me njerë me Olin Carter. Faulli është i Kastratit. Nuk do të numrohen pikët e Olin Carter, i cili ka vetëm 2 pikë deri tash që të dyja të realizuara nga vjetë quajtjeve të lira.
Mahal Bashic. Mahal Bashic për Daniel Lekëndreaj. Lekëndreaj në arën e kundërt shënon 11 pikë të tij për lojtari i dytë me pikë dyshifrore në radhët e Kalkërebardhëve. Tmusic. Tekele Koton. Mikaile Tmusic. Myers. Kondërhyrje për rregullt nga Lekëndreaj. Loj ka mbetur në çerekun e tretë. Vetëm 2 pikë të shënuara deri tash dhe ato i ka shënuar Sigal Prishtina. Edhe njëherë të ndrohet shikues se çereku i katërt i ndeshjes kaluar, i ndeshjes së tretë ishte Teati Dobët. 9-5, 14 pikë të realizuar nga të dyja skuadrat. Shohim Myers për mbi Jan Jevën Gjuan duke shënuar është në kuotën e 12 pikëve. 23 për Trepçën, 47 me 50. Riki Tarant, luftë rak atje Tekele Koton, i cili merr topin. Pasimi për Myers, tjetër dueli ti me Mahal Bashicin. Gjuajtja është e Dobët. Tarant. Eroj tek Sigal Prishtina është edhe Joni Smajli. Mahal Bashic. Mahal Bashic, tentimi i saktë është Rashid Mahal Bashic. 7 pikë të ati. 49 me 50, vetëm një plus për mysafirët. Erion Kastrati nga këndi. 3 pikësh nga Kastrati. 11 pikë të ti. Lojtari më efikas tek zetarët. Riki Tarant. Olin Carter, gabim në hapa. Pasë 43-49, Erion Kastrati qëllën për 3, tentimi par, treshja e pare ti. Tjetër aksioni zetarve, qëlliqet nga Tekele Koton. Tmusic, Myers, Michael Myers, kondërhyrje të palijueshme. Tek Michael Myers, lojtari më efikas tek Trepça, 15 pike, 9 kërcime, mirë po 8 prej tyre janë në fazën e mbrojtjes. Një lirë do tjetë për Koton. Pati teknike. Edhe topi do tjetë për Mitrovicasit. Myers, Tekele Koton, Mikaile Tmusic, dueli ti me Tarant, Tmusic blokohet nga Riki Tarant, është ndërhyrje pa rregullt. në 54, 5 minuta 46 sekunda. Loj ka mbetur në çerekun e tretë. Tmusic
Dy të lira i ka në dispozicion. Diskutohet që Olmos me Riki Tarant. E sak në gjuhet një partë të lirë Mikaile Tmusic. 4 pikë të dhja pati një treshe të shënuara në pjesën e parë. Edhe herën e dytë të shënon 5 pikë të Tmusicit. 49-56. Donte Clark. Donte Clark. Ismaili. Malbashic. Pa për ball Michael Myersin. Malbashic nuk realizon. Mirë po shkel vjen atje Tekele Koton. Kjo gjojtje, airball, s'ka dojnë sekundat e rezervuar për aksionin e Sigal Prishtinës. Tekele Koton. Kastrati. Medut Junior. Në fakt është semi-counter. Ja, Myers provon. Michael Myers, 2 gjuajtje të ti. Pa rritur që në realizoj. Donte Clark. Nuk kam të rritët pale juashme tani po. Fauli është Tekele Koton. është fauli i dytë për të. Donte Clark. 3 pikë ka të shënuara, një treshe e ti. Sak në gjuhet një parë të lirë. Donte Clark është era e parë që gjindet në këtë pozit. Era e dytë nuk qëllon. Kërcim tjetër nga Myers. Cili është duke luajtur me double-double. Tekele Koton. Semi-counter. Semi-counter. E ka mburimin e Rugovës. Semi-counter. Ka vend në kapa. I pa vëmend që mirë, po fantastik në mbrojtje. Vis Rugova. Pesëdhjetë 6 plus për mysafirët. 4 minuta e gjysmë deri tek fundi e çerekut të tretë. Vend të vëlloj Janjeva, Donte Clark. Malbashic. Jesnik Rugova. Muhamed Ali Janjeva. Shkollon që kjo mundësi për shënuar të paktën 2 pikësh nga Sigal Prishtina. Kësoni Uqori vendasve. Në lojë rikthehet Michael Green, largohet Tekele Koton. Michael Green, i cili deri tash i ka 8 pikë e 5 asistime. Green. Michael Green. Mikaile Tmusic. Green. Erion Kastrati. Është i sakt për Myers. Myers, bukur atje. Shënon me gabim personal. I pandalshëm është sonte Michael Myers. 14 pikë, 10 kërcime. Double-double.
nga Çandra Mitrovicase. Paket plus 1 të lirë. 50 me 58. 8 pika avantazh për cetarët. Nuk realizon nga bje gjyre të lira Majers. 4-2 është nga kjo pozit. Donte Clark. Davis. Rashid Mahal Bashic për 3 pasakt. Zera top atje Janjeva. S'pake qenë në këto qaste. Adis Beqiragici. Rugova për Jordan Davis. Donte Clark. Donte Clark për Fis Rugovën. Jordan Davis. Jordan Davis për 3 është gjuajtja. Ska shënem. Merr topin Mahal Bashic. Janjeva blokohet. Mirë po i gatshëm për njësuar atë gjuajtje. Mahal Bashic. E cene është në kuotën e 9 pikëve tani. 58. Kastrati. Michael Green. Rikëthen topin në pronsi Erion Kastrati nga pozita qëndrore. Ska treshe. Majers edhe njerë më i larti në kërcim. 12 kërcime nga Michael Majers. 11 në fazën e mbrojtjes. Mikaile Tmusic nuk ka treshe. Mori topin Janjeva. Donte Clark. Gjuan nuk ka shënem. Mirë po është dëryrje pa rregullt. Dë 26. Lojë mbetur në çerikun e tretë. Janjeva për Mahal Bashic. Jordan Davis. Muhamet Ali. Janjeva s'ka treshe. Mirë po është ndërhyrje pa rregullt. 3 të lira për Janjevën. Nivoli 3 për Tekel Koton. Muhamet Ali Janjeva. Dimi para se pik nuk e ka realizuar sot. Erë në dytë realizon është pika pare Janjevës në këtë përballje. 53-58 edhe një lirë për Janjevën. Realizon në 2 lira të fundit duke ushur në të parën. 54-58. 2 pikë të Janjevës. Nisët Tekel Koton. Hajrizi. Medut Junior. Mikaile Tmusic provan nga distanca. Ska shënem. Merr topin Hajrizi, lu për top. Shkon atje dhe Koton qojmë. Çfarë lufte janë nga bërë për top lojtarët e të dyja skuadrave. Donte Clark. Finishi çeriku të tretë. Donte Clark. Mahal Bashic. Donte Clark për 3 është gjuajtja. Ska shënem. Tekel Koton shpëton topin. Nisët Hajrizi. Drillon Hajrizi.
Tekele Koton, Tmusic për Medut Junior, s'ka trishe. Kërcim në mbrojtje nga Jordan Davis. Janjeva provon nga Konte, s'ka trishe. E pa fat Muhamed Ali Janjeva. Vetëm me 2 pikë të realizuara. 54 me 58. Medut Junior, Tmusic. Tekele Koton ka pozitë shumë e vështira, po ishte Myers ai që quajti, pozita shumë e vështirë, nuk pati pikë për Mitrovica Set. E në anën tjetër nuk realizon as Donte Clark. Aksioni është i xetarëve, Michael Myers, Mikael Tmusic nuk ka fond shkaktuar. Gabime të shumta në fazën e sulmit ka lojtarët e të dyja skuadrave. 24 prisje 4. Teknike Tmusicit me sa duket. Në klarë të tjetë në vjen e gjuarive të lira. Pasak në tentimin e para, ose se në formën e timit të mirë. Sot Donte Clark. 3-1 është nga kjo pozit. Vetëm 4 pikë të realizuara. Argot Janjeva rikthehet Lek Ndreaj. Katër plus e bërësia e mysafirve në qasën e fundit të qerevët të tretë. Donte Clark. Donte Clark, Mahal Bashic, Daniel Lek Ndreaj, tentimi është për 3, skoshën e merr topin. Tekele Koton provon nga distanca e largët. Nuk shëllën asarkun dhe mbyllën 30 minuta lojë të ndëruar shikues. Rezultati 54 me 58. 19 pikë realizuan në qerekun e tretë, 10 Trepça, 9 Sigal Prishtina. Një qerek e fituar nga mysafirët. Qereku i dyti takoi Sigal Prishtinës 27-19, i dyti e pari Trepçës në fakt 29-18. Lojtari më efikas tek Trepça është Michael Myers, double i tij, 14 pikë e 13 kërcime, 11 prej tyre janë në fazën e mbrojtjes. 11 pikë shtoi Kastrati, 10 Tekele Koton në anën tjetër tek kaltër e bardhët. Riki Tarant, 16 pikë, 2 asistime, 11 pikë. I ka të realizuar Lek Ndreaj, 9 Rashid Mahal Bashici. E shojmë edhe statistikat kokë me kokë në mes të Riki Tarant e Michael Myers. Shumë dhe statistika tjera të ndruar shikues. Në kërcime shumë mirë është Trepça, 28 kundrejt 19. Shumë në asistime, kote barabartë, 13. E tani, do të nisë 10 minutë që i fundit. Pas ti do të kuptojnë nëse kjo seriqës në finale do të shkojnë në ndeshjen e 5 apo Trepça do të jetë finalisti i parë i këtij edicioni. Përkraja vazhdon të jetë maksimale për kaltër e bardhët. Katër plus avantazhe e mysafirve. Hajdise. Tekele Koton. Hajdise.
Gdishon atje. Medut Junior ka ndërhyrje të pa rregullt. Dekele Koton, Medut Junior, tentimi ti, sakt është. Medut Junior, 4 pikë të ti. Ka këtë në dispozicion dhe një të lirë. 60-54 rezultati. Era pa që gjimbe të vjenë në zhurën të lira. Medut Junior realizon në atetim që pati 54-61 rezultati. Donte Clark, Pistik Rukova. Folli është i Dartan Kapitit. Kapiti që ngarkohet me personale numër 3. Donte Clark. Gabon Donte Clark. Tjetër top që u takon në sapirve, të cilët nisin aksionin, e të cilët i prin Hajrizi. Kapiti. Medut Junior. Trojtje shumë e mire, Jordan Davis, deri në fund shkonte, shënon. Edhe pse mundua që ta blokoj, Jordan Kapiti nuk ja arriti. Jordan Davis, 7 pikë të ti. Hajrizi. Dekele Koton, Kapiti. Edhe njerë Hajrizi. 4 sekonda për këtë aksion të Mitrovicasve. Ka ndërhyrje të pa rregullt në Drilon Hajrizin. Në vjen e gjujnë të lira Drilon Hajrizi. Shtera parë që gjithët në këtë pozit. Gjithë mjaftë e lartë e ti nga vjetë gjujnë të lira gjatë tërë sezonit. 7 pikë të Drilonit deri tash. Edhe erën e dytë realizon. Pesë 56 me 63. Donte Clark. Rukova. Jordan Davis, Mahan Bashic. Donte Clark. Vite gjithë gjuanve, shënon. 6 pikë të Clarkut. Plus 5 trepqa, 58-63. Dekele Koton. No, Karin që kombinoj me Myers, niset Donte Clark. Kondëryrët pa rregullt nga Tuna. Tuna që ngarkohet me faullin e parë në ndeshje, koma nuk ka shënuar pik. 58-63, 7-59. Lojë mbetur.
Malbashic. Rrugje mire Tekele Koton për Myers. Aksioni më i bukur i ndeshjes. Pa diskutim që është ky të nderuar shikues. Super asistim, super ngulitje e Myers që realizon pikën e 16. 58 me 65. Shojmë njerë ku mori topin Tekele Koton. Çfarë pasimi ti dhe Myers i gatshëm për t'ju kundër përgjigjur atij. Pasimi të dhënë. 16.13 kërcimi nga Michael Myers. Fantastik edhe sonte. Minuta 50 sekonda. Loj ka mbetur 58 me 65. Gitarant ka kompletuar 5 personale me herë të larguar nga loja. Katër i kanë Ndreja e Malbashici. 3 Rugova në anën tjetër tek Treqa, 4 Michael Green, nga 3 Kastrati e Koton. Myers i ka 2. Edhe Trusici e Kapiti i kanë nga 3 personale. Nisët Donte Clark. Malbashic. Donte Clark. Ka mbulimin e Medut Juniorit. Shkon në ndim Malbashici. Donte Clark. Do të quajtja. Mirë po ka ndryrje të parregullt. Donte Clark. Gjëtja pare lirë e saktë. 7 pikë që sejt. 4-2 është nga kjo pozit. Edhe erën e dytë shënon. 60-65 edhe njerë. Plus 5 për mysafirët. E cilët gjatë pjesë e pare patën e përsin deri në plus 13. Tekele Koton për Medut Junior. E cilë shpëton tomin Tekele Koton. Drilon Ajrizi për Medut Junior. Asisit realizoj. Ka ndryrje të parregullt. Shikon Beqirakic që të shikohet. Aksioni i fundit të Trepçës. Kuaj tomin e loj, Jordan Davis. Malbashic. Donte Clark i pasak nga gjojtë Tekele Koton. Medut Junior nuk ka shërim. Blokohet nga Jordan Davis. Pikë që të shëroj me kulidin nga kundërsuar në Medut Junior. Mirë po e pamë momentin e ndërhyrjes. Dy gjërje të lira për Juniorin. 5 pikë e ka shtuar edhe 4 kërcime. Mirë po ka humbur 2 topa Medut Junior.
cili ka luajtur rreth 13 minuta. 60-65, Medut Junior, në timi pari pasakt. Herën e dytë realizon 6 pikë në total nga Medut Junior. Jordan Davis, Rukova, Donte Clark për Jordan Davis. Jordan Davis, Donte Clark. Donte Clark provon, nuk ka realizim. Ka topin Kajrize. Janë momente shumë të rëndësishme të këtij ballavachimi. Çdo top i humbur, çdo aksion i huqur mund t'i kushtoj si njerës, po ashtu dhe skuadrës tjetër. Myers për Tekele Cotton. Tekele Cotton për Medut Junior. Tekele Cotton, distancë e largët. Me Sirena Rinqë të realizoj. 69-60. 6 minutat e fundit të ballavachimit. Tekele Cotton, 13 pikë të ti. A kjo quajtë sërish s'ka pikë nga vendasit. Nuk gutet atje Medut Junior. Tekele Cotton. Një makinerie skuadrës e treqës edhe sonte. Tekele Cotton, mirë po, aty është edhe Drino Najrizi që realizon. 60-71 rezultati. 11 plus për mysafirët. Ka mbetur edhe 5 minuta e 32 sekunda lojë deri në fund. Nëse Trepça arrin fitore sonte, atëherë do të siguroj finalen e madhe të këtij edicioni, ndërsa nëse triumfon si kal Prishtina, atëherë seria gjysmëfinalit do shkojnë në ndeshjen e 5. Të tuaj që të zhvilloj të shtunën minatori. Nisë aksioni e rjen nga Sigal Prishtina. Jordan Davis. Jordan Davis. Ja, tentimi nga distanca, s'ka shënemas nga Olin Carter. Nuk është duke funksionuar shuti i vendasve. Drino Najrizi, fauli është i Janjevës. Muhamet Ali Janjeva që shkakton personale numër 3. Nuk është më në lojë Tarant, i cili është larguar për shkak të 5 gabimeve personale. 5 minuta 9 sekunda. Lojë mbetur. Driloni Pieri sakt nga kjo pozit. Kësaj radhe nuk realizon në tentimin e parë. Herën e dytë po. 11 pikë nga Drino Najrizi. Plus 12 avantazhi mysafirëve. 5 minutat e fundit. Mahal Bashic tenton skoshën e mirë, po është ndërhyrje pa rregullt. Rashid Mahal Bashic 4-3 nga vija quajtjeve të lira, 9 pikë të realizuara.
I ka dhe 8 kërcime, 4 asistime, 2 topa të vjedhur. Sak në gjojnë në partë të lirë. Mahal Bashic. 10 pikë të ti bëhet lojtari i tretë me pikë të shifrore. Dhe këtë 4 e bardhët. Dhe pika 11. 62 me 72. Michael Green. Nedo Junior. Ajrize. Do të tja mjaft mirë, Drinon Ajrize në bërë topin e loj. Janjeva nisët të Jordan Davis. Janjeva. Davis. Ore pasim ka Carter, kontërirje të parekult. Kole është Myers, Michael Myers. Shkakton personalin e 5 dhe duhet larguar nga loja. Tjetër time-out i kërkuar. 62 me 72, rezultati 4 minuta 19 sekonda. Kanë mbetur deri në mbyllje. Rezultati në këtë çerek të fundit 14 me 8 në favorin e Trepçës. Edhe një çerek ku aktualisht Mitrovicës janë më të mirë se sa kryeqytetasit. Shëm disa nga reagimet e Adis Beqiragicit. E këtë Trepça i kemi 4 lojtarë me pikë të shifrore më efikase. Michael Myers 16 pike, 13 kërcime, 11 prej tyre në repartin defansiv. Vjen në gjyrë të lira Jordan Davis. Që i ka 7 pikë të realizuar në kohë shohim dhe statistikat e Kajlizit. Sakna gjyrë në parë të lirë Jordan Davis. Kena parë që gjithët në bjen e gjojtjeve të lira. Edhe herën e dytë të realizon 64-72. Koton. Tekele Koton, Tmusic, edhe njerë Koton. Tekele Koton. Tekele Koton, tentimi ti. Shënime gabim personal është fauli i Mahal Bashic, nëse është kështu, atëherë duhet të largohet nga loja me 5 gabime personale. Një lirë për Tekele Koton, i cili shënon 14 pikë të Tekele Koton.
Ante Mahal Pashic janë përjashtuar me nga 5 personale tek skuadra vendase. Shohim këtë reakcion i huqur nga kaltër e bardhët. Tekele Koton. Hajdize. Myers. Erët foldi i Myers ishte i 4 dhe jo i 5, si që thamë pasi ishte bërë një gabim gjatë numërimit të faullave. 64, 75, rezultati 3-25. Lojë mbetur, Trepça shumë afër në finales madhe të nderuar shikues. Myers shënon gjuajtjen e dytë të lirë, 17 pikë, 13 kërcime. Paraqitje shumë e mirë Qandrës Mitrovicase. Jordan Davis mbi të gjithë gjua nuk realizon tjetër kërcim në mbrojtje nga Trilon Ajrize, që është i treti. Medut Junior nga këndi gjuan për 3, s'ka shënim, nisët Donte Clark deri në fund, shkon shënon me gabim personal. Vendosërisht që përmendoj aksionin në Donte Clark. Kjo 55 deri në mbyllje. Donte Clark 8 pikë ka të realizuara, 5-3 është nga dhja qytetë të lira. Robin Myers, tjetër kërcimi i tij. Mirë po Clark, mundësia për të realizuar, s'ka shënim. Janjeva për njësorat gjuajtje. Muhamet Ali Janjeva, 4 pikë të ti, mirë po janë pikë shumë të rëndësishme. Ka ndërhyrje pa rregullt në Medut Juniorin. Çfarë 8 me 76 rezultati 2-35. Lojë mbetur. Medut Juniori sakt me tentimin e parë ka vjet gjuajtje të lira. Medut Junior ka 7 pikë, në pika 8. Janë këto pikë shumë të rëndësishme për zjetarët. Shkërkuar time out. 68-78, 10 plus për mysafirët. 2-35. Lojë e mbetur. Drejtarët më efikas tek Trepça. Myers, performancë fantastike e tij, 17 pikë, 14 kërcime, 12 prej tyre në fazën e mbrojtjes. 16 pikë ka Tekele Koton, që ka kontribuar edhe me 2 shtatëshe në kërcime dhe asistime, por ka edhe 3 topa të vjedhur nga 11 pikë. Trilon Ajrize, Erion Kastrati. Tek vendaset 16 pikë Tarand, i cili shumë herët është që largohet për shkak të 5 gabime personale. Nga 11 pikë Mahal Pashic dhe Këndrejaj, që të të janë larguar me nga 5 personale. Donte Clark ka 10 pikë të realizuara.
Jordan Davis për Donte Clark. Donte Clark. Tentimi i s'ka shënem, kërcim në mbrojtje nga Tmosic. Medut Junior. Medut Junior. Tekele Koton. Tekele Koton. Ajrize. Drillon Ajrize e pamë se në qëfar mënyrë quajtje në paritur që të realizojë. Lisa Davis. Carter nga kjo distancë shumë e largët. Provan është fauluar. Do t'i ketë në dispozicion 3 të lira. Një 54 lojë mbetur. Colin Carter, pyetja parë lire gabuar. Colin Carter nuk ishte në formën e tij, sikur se në ndeshjet e kaluara vetëm 2 pikë ka të realizuar, që të dyja nga vija e quajtur në të lira. Herën e dytë shënon Colin Carter. 69 me 78, rezultati 1-54 deri në mbyllje. Colin Carter edhe herën e tretë shënon. Niset Tekele Koton. Në qansët e fundit të ballavashimit është fauli shkaktuar nga Jordan Davis. Tekele Koton do tjetë në vijën e quajtjeve të lira. 7-7 është sonte 100% efikas. Tekele Koton realizon gjuajtjen e parë të lirë. 70 me 79. Edhe herën e dytë realizon Tekele Koton. 10 plus për Trepqen, Donte Clark. Donte Clark, Janjeva, Donte Clark. Vesnik Rugova, Jordan Davis. Vesnik Rugova nga distanca, s'ka shënim, kap topin Medut Junior. Gabon Medut Junior. Topi do tjetë për Sigal Prishtinon. Clark, distanca largët, mirë po, realizon 3 pikësh. Ishte Colin Carter në fakt ai që shënoi. 73 me 80. Në shojmë Ajrize, nuk ka ndërhyrje të palejueshme. Nisët Janjeva, Mohamed Ali Janjeva. Është ndërhyrje pa rregullt nga Tekele Koton që ngarkohet me faulin numër 4. 64 sekonda kanë mbetur në këtë ballavashim. Njerë të ndëruar shikuese, ndeshjen e parë të kësaj serie gjysmë finale, Trepqa fitoi 80-65, ndeshja e dytë 90-83 zhvilluar në këtë palestër, madje pas 5 minuta vazhdim, ndërsa ndeshja e tretë e zhvilluar në Minatori, vikendin e kaluar 67-61 në favorin e Trepqës, se këtu në këtë ndeshje të katërt jemi krejtësisht në finish.
Rezultati 74-80. 1 minutë e 4 sekonda lojë mbetur. Zon Janjeva pas plus për mysafirët. Medut Junior. Carter për Balti. Ka ndërhyrjet pa rregullt. Medut Junior, autori 8 pikëve. Medut Junior i sakt është në gjojnë e parë të lirë 6-5. Sot 75-81. Edhe herën e dytë realizon 10 pikë nga Medut Junior, bëhet lojtari 5 me pikë dyshifrore tek cetarët. Rugova. Carter, distanca e larga. Carter qëllon për 3. 78-82. Medut Junior për 3 Rajrizi Myers. Medut Junior, Mikaile Tmusic. Nuk provoj për 3 dhe pse ishte i lirë. Në një përgjithësi e madhe për çdo basketbolist. Tek e Lekoton, e mban topin në pronësi, tentimi s'ka 2 pikësh. Çfarë finishi këtij ballavacimi? Donte Clark. Ka ndërhyrje të pa rregullt nga Mikaile Tmusic. Donte Clark. Unë dalë mënyrë të pale jo është me shikoni këta 3 pikësh nga Olin Carter. Në çastet e fundit 2-3 pikësha të tij për të rikthyer skuadrën në lojë. Pako Olmos ka kërkuar nga gjyqtarët që të rishikojnë momentin e ndërhyrjes së Tmusicit në Donte Clarkun. Vetëm në ndërhyrje pa lejueshme. Donte Clark do t'i ketë në dispozicion 2 të lira. E sonte nga via gjyri dhe lira Clark ishte 50% i sakt 6-3. Duke realizuar 10 pikë. 78 me 82. Me shumë i rëndësishëm i ballavacimit. Donte Clark realizon tentimin e parë. Pika e tij e 11. Edhe herën e dytë realizon. Është kërkuar time-out të ndëruar shikues. 80 me 82, çfarë finishi në kryeqytet. Çfarë drame në Pallatin e Rivizës Sporteve në Prishtinë. 80-82 rezultati në favorin e Trepçës edhe aksioni do të jetë i Mitrovicasve. Shumë rëndësishëm ishte ai kur Olin Carter qelloi 2 herë për 3. Adje nga distancat e largëta. me 82.
Peloti kërkuar nga Adis Beqirakic. Është Qereko ku jam realizuar mësë shumë tipik në këtë ndeshje. Momentalisht 26-24. Tmusic. Ajrize. Mikail Tmusic. Arrin që të kombinoj me Drilon Ajrizen. Dhe të një Drilon Ajrize. Ka ndërhyrje të parekult. Është fauluar Ajrize. 10 presje 2 ka mbetur. Deri në fund Driloni sot nga 10 gjujnë të lira. 4-3, 75% i sakt. I ka 11 pikë të realizuara. Shënon tentimin e parë, Drilon Ajrize. Edhe erën e dytë realizon Ajrize. Çastet e fundit të përballjes 4+ për mysafirët. Olin Carter distanca largët nuk realizon dhe këto mbyllën gjithçka të ndëruar shikues. Trepça është në finalet të këtij edicioni në Pro Credit Superligën e basketbollit kosovar pasi e mposhti Sigal Prishtinën në seri 3-1. Fitore arritur në krye qytet sot me shifrat 84-80 në një përballje ku vërtet të dyja skuadrat dhanë maksimumin dhe ishin mysafirët ata që arritën triumfojnë dhe do të presin kundërshtarin nga gjysmëfinalja në mes të Bashkimit e Pes. Atje është rezultati 2-1 për skuadrën prizrenase. Lojtarët më efikas tek Trepça në këtë përballje. Koton 18 pikë, 2 shtatëshe në kërcime, asistime 17 pikë. Majers i cili luajti me double pasi shtoje dhe 14 kërcime, 13 pikë. Ajrize 10 të tjera me të Junior. Në anën tjetër të Sigal Prishtina 16 pikë Tarant, më efikasi 12 Clark nga 11 Malbashi që Këndrejaj, ndërsa me 10 pikë të tjera luajti Olin Carter. Të ndëruar shikues, që ndroni me ne për pak qase do tjetë me ju Ulpiano Emra, kolegja ime, e cila do të provoj që të marrë në intervjist disa nga protagonistët e këtij ballafaqimi. Pramnimi është tashmë edhe trajneri I skuadrës së Sigal Prishtinës. Coach, as it started the third game here, when you started better, but also tonight you came back, but not things didn't go well in the second part of the game, second half. Why tonight you couldn't give the energy you had at that game and get the win? Well, first I think is congrats to Trepça, because when you win one playoff, it's because you deserve. Second, about the game, I think the difference, they play more physical, more tough than us. They are a more physical team than us. We had some problems with the fouls. In the moment that Daniel played really very good, they do fouls. We lose our Ricky
It's also a stupid action, it fouls. Then we control a little bit the control of the game. Our first half is very soft. And when you have one life, you need to play top. Bad or good, but you need to play top. And our first half, we come back 14 down. And in the second half, the energy of the team is not the best. Some players, I think, frustrate. One more day, it's a very low percentage in 3 and today in 2. Then it's difficult when you play with a very good team, a long team. They rotate all the time. But well, it's a good experience for me. Obviously, I'm disappointed. I'm sad for the fans because they push us and they support all the time. Thank you for the club for confidence for me for this time. And right now I don't know what happened in the future. No, I think really good this league. It's very funny, the atmosphere in the games. And now best of luck for the finalists in Kosovo. And now for us, I think it's moment to thinking what happened, and we do the meeting about us for the give solution and improve to the next year. Thank you, Coach, very much. You said everything. It was a pleasure meeting you. Me too, the same. Peace out. Bye. Atëherë ishim me kryetrajnerin e skuadrës Sigal Prishtinës, fillimisht e uroj skuadrën e Trepçës për fitore, ndërsa tha për ndeshjen, tha që ishim shumë më të butë se sa skuadra e Trepçës. Në pjesën e parë, sidomos ishim skuadër e butë, ndërsa skuadra e Trepçës luajti më mirë fizikisht, luaj më të mirë fizike, tregoj, tha janë edhe skuadër më e mirë fizike se ne, dhe kjo edhe mendoj tha që e vendosi fituesin e kësaj përballje. Gjithashtu tha që i vjen keq kaq ishte rruga e skuadrës Sigal Prishtinës për fansat, kërkoj falje, gjithsesi tha që ishte kënaqësi të punoj në këtë kohë me skuadrën e Sigal Prishtinës, ndërsa tha që tashmë është koha që tulemi të bisedojmë për aty se çka nuk eci dhe të mendojmë për të ardhmen. Për pak çast jemi tani edhe me trajnerin Adis Beqiragić. Pranë me është edhe trajneri I skuadrës së Trepçës, coach. As the series were tough, tonight also it was a tough game. Prishtina didn't give up, but still couldn't get the lead. I guess tonight your team managed better game than the game before here. Yeah, actually, we supposed to win that game. We lost on the overtime, and we played really bad in the second half. You know. This time, I think we control the game all the time. I'm very sorry that we are making these simple mistakes. You know, I really hate when you make these stupid things. You know, and we will speak with the players about. So don't make stupid things. Coach, comparing game by game, is your team better now? Is your form better? And what do you think that before the finals? I think that we are getting better. That's my person as a team. Yeah. We have problems with some players that we have nothing contribution from some players and zero. Even if you give them minutes, they're supposed to play much better for the minutes that you give them. Not to scoring. The problem is that they don't know what is the basketball. It's not about scoring. It's about the knowledge. Again, we spoke the last time. You know when to shoot, when to pass, when to penetrate, when to play defense, when you can cheat in defense at all. So I hope that we will, watching the videos, solve that problems. But generally, as a team, I think that we are getting better. Coach, I'm not keeping it anymore. Thank you very much, and see you in finals. Inshallah. Thank you. Atëherë ishim me trajnerin Adis Beqiragić, tha që për dallim me ndeshjen e kaluar në Prishtinë, të cilën duhej ta fitonim, por kemi luajtur shumë dopt, sonte luajtëm më mirë dhe në çastet vendimtare kontrolluam më mirë disa gjëra dhe tha arritëm edhe që të e marrim fitoren, por tha në disa momente po I bëjmë disa gabime me të cila nuk jam as pak I lumtur dhe duhet I përmirësojmë definitivisht këto gjëra. Gjithashtu e pyeta se nëse skuadra e tij ka luajtur më mirë ndeshje pas ndeshje,
ndeshjes, tha që mendoj që tani më luajtëm ndeshje më të mirë, gradualisht pra e përmirësuan performancën, por pati kritika të ashpra edhe kësaj radhe për disa lojtarë. Individualisht tha që nga disa lojtarë nuk po marrim asgjë, edhe nëse i jap minutazh, ata nuk po shfrytëzojnë atë minutazh dhe nuk ka të bëjë me asgjë përpos me njohurit për basketbollin, pasi nuk po dinë kur të shutojnë, nuk po dinë kur të depërtojnë, apo ndoshta edhe në mbrojtje në disa momente të luajnë mbrojtje pra në disa momente. Pra këto ishin fjalët e trajnerit Aziz Beqiragi, që të nderuar shikues kaq nga kjo ndeshje. Unë ju falenderoj për vëmendjen, sonte ju uroj një natë të mirë, ndërsa shihemi në finale.